Humoristi i njohur shkodran Nexho Shabani mbrëmjen e kaluar është përfshirë në një aksident. Ai është dërguar menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ndërsa aktualisht ndodhet në reanimacion nën kujdesin e vazhdueshëm të mjekëve. Sipas burimeve spitalore, gjendja e tij është e çëndrueshme. Një aksident automobilistik ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në rrugën Qemal Draqini në Shkodër, ku përfshi humoristi i njohur Nexho Shabani. Ai u transportua menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Aktualisht ndodhet në reanimacion. Sipas burimeve spitalore, gjendja e tij është e çëndrueshme dhe po monitorohet me kujdes nga mjekët. Ai ka marrë dëmtime në kokë dhe në këmbë si pasojë e aksidentit. Nga përplasja mendohet që ka pësuar hemoragji të brendshme. Si pasojë e aksidentit, policia ka proceduar drejtuesin e mjetit në G 74 vjeç, i cili është arrestuar dhe ndodhet nën hetim për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. 74 vjeçari, duke drejtuar automjetin, ka përplasur biçikletën me të cilën po lëvizte humoristi Nexho Shabani. Autoritetet vijojnë hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes lidhur me aksidentin.